mbrëma, Akim mirëser dhe knaqësi që po takohemi pas kushe disa kohësh dhe që ju kam në Libero në emision. Faleminderit, knaqësi edhe për mua dhe faleminderit që mendoni edhe për shqiptarët jashtë Kosovës. Gjithmonë, sidomos për pjesën e shqiptarëve ande nga Maqedonia, jemi shumë më të lidhur. Tani, unë prezentova në shumë dimensione. Agimi këngëtar, agimi profesor, agimi aktivist edhe sportist. Kur del në skenë, në momentet tilla si sonte, për shembull në intervista, çfarë emocionesh përjeton ti? Të ngjajshme me emocionet kur del në skenë për me këndu, kur del si moderator, edhe këto e ke bë, apo kur del para studentëve si profesor? Po, kryesisht varet nga motivi i daljes. Në këtë rast emocioni është i rrallë sepse për herë të parë vi në televizionin tuaj. Nuk është hera e dy që jam në intervistët ty, ndoshta është kuriozitet, po intervistën tonë të përbashkë kemë bërë shumë herë dhe një program mëngjesi unë e ti. Shumë kohë përpara. Në RTK. 20 vjetë kanë kalu. 20 vjetë kanë. Ishe idealiri, unë ishe idealiri. Quna 3. Quna 3 në fillim të karrierës, edhe ti edhe unë. Botë e vogël. Emocioni besoj është lidhet edhe me atë çfarë pason. Nëse është sport, që për mua është një gjë që është mase në një kohë shumë të largë, sepse ka kohë që ka kaluar ajo si fazë. Ka qenë përqendrimi. Sportistët marrin udhëzime kryesisht të vizualizojnë çfarë do ndodhi në 5-10 minutat e ardhshme. Ndërsa me prezantimin që bën ti, edhe që unë kam bërë një pjesë, paka shumë një strukturë dihet rrugën që do të ecim. Na pëlqen ndodhin surprizat të mira kryesisht, por edhe ka të pakëndshme, por megjithatë je i hapur për ta shijuar sado që të mund. Kjo është mendë diferencë. Sado që prej vitësh je brenda auditoreve të universitetit, është audiencë më e kufizuar, përsëri ti skenën e madhe e ke shiju. Po. Dhe ko pas kohë e shijon të mungon? Mungon, fillimet e para kanë qenë fillimet e para në skenat e mëdhaja, e majme herën e parë që kanë dalë në festivalin e këngës në radio e televizionin shqiptar. Ka qenë kështu, çështje sekondash kur do thosha sikur të kthehem unë, ishte momenti kur prezantuesja po lexonte emrin tim, kishte Alfred Kaçinarin dirigjent, në përprova një 10 herë kishte bërtitur tension, përqendrim, mua orkestrë dhe shumë e radhë. Kishte 60 veta orkestrë simfonike, një publik të Pallati i Kongreseve 2000 veta në Sesarsa. Edhe unë një çun i ri që duhet të jetë ato shkallët, më duket që ato shkallët sikur 2 kilometra gjysmë ndërsa zbrita poshtë. Dorëzohem tani, dorëzohem pastaj. Do e kap notën si duhet, do hy mirë dhe pastaj e shef që krijon një lloj emocioni dhe pastaj kërkon prapë. Është një lloj adiksioni, ti din skena, ka një lloj krijon një lloj varshmërie. Po. Është një lloj lumturie 2-3 minutëshe, por që krijon një lloj varshmërie. Përmbush sigurisht. Përmbush, po. A i kujtojmë disa momente, disa prej këngëve tua, dhe pastaj flasim, ndjekim një përmbledhje me këngë të Agim Poshkës. Për çdo artist ekziston një pikë rrëfimi. Agim Poshka, një artist që ka ndërtuar një karrierë të qëndrueshme dhe ka lënë gjurmë në muzikën shqiptare përmes projekteve artistike. I njohur për interpretimet e tij në skenat muzikore, gjatë karrierës së tij, ai ka realizuar këngë që janë vlerësuar edhe në festivale të ndryshme. Tani do të paraqesim vetëm disa prej tyre. Ritmin tim ti e pëlqen, shpirtin tim te ty kërkoj, shpirtin tëm tek unë e gjej. Nuk më pyete as për emrin, me shikim më more.
Nostalgji, krenari, refleksion, ndoshta ka pak kritik për vetën. Gjitha bashkë edhe imagjinoj si tani që vajza ime e shef emisionin, e shef thot, po kjo kënga cila është, se rrezik nuk i din të gjitha. Janë shumë vite, janë shumë këngë. Nuk janë të gjitha hite, por për në shtëpinë tonë janë këngë që qarkullojnë. Kjo e fundit ishte anti-Tallava. Po e theksoj qëllimisht, sepse me ato e mbyllëm me qëllim, aty ka citime, mesazhe, melodi, e tjera që lidhen edhe me letrën tënde. Prandaj, në këto momente, kërkojmë nga ti që na lexosh letrën që ja ke shkruar vetës. E kishe vështirë të shkruaj vetës? E ke shkruar ndonjëherë? Jo, unë nuk mbas ditar, mbase nuk është e drejtë, se pas një kohë e shoh kur gjej shënime në për këto fletoret e shoh që shumë gjëra humben, harrohen, por që letër vetes asnjë nuk i kisha shkruar. Tani ne kur ju themi mysafirëve, shkruani një letër për veten, ju orientojmë, por nuk ju kufizojmë në mënyrë. Dhe ti e ke për këto. Ke shkruar ato që ti e ke ndjerë, një letër mesazh për kolegët tu në këtë rast. Pra e ke orientu. Është qetësim që unë kam, por drejtuar të tjerë. Okej, atëherë po dëgjojmë me kënaqësi. Të dashur koleg, të dashur bashkëdetar të tingullit. Po i drejtojmë si koleg, sepse titullin artist e kam frikë unë, e kam për frikë për vete, është një kurore lartë që vetëm pak shpirta të zgjedhur e meritojnë ta mbajnë. Të dashur miq muzikant, ka vite që muzika jonë po lëngon një virus i huaj ka hyrë në gjakun e kulturës tonë, duke krijuar një pandemi shpirtërore që ne e njohim si Tallava. Ju lutem nga zemra, mos se ngrinë në piedestal këtë gjumë vetëm për pak përfitime financiare. Unë e di që mbase ju pëlqen, por po e vrisni estetikisht muzikën tonë. Këtë e kemi dëgjuar, por mos të fshihni pas fjaleve këtë e kërkon populli, ose populli ynë këtë e kërkon. Së parja nuk është muzikë, ju e dini mirë se luhet varfër me 1 ose 2 akorde. E dyta, është po njëti ky popull që dikur dridhej nga malli e krenaria kur ndëgjonte Qamilin e vogël, kur shpërthente Rapsodi Dervish Shaqa, apo shijonjë magjinë e Ismet Pejas. Pra populli ushqet me atë që ne i servojmë. Shija e publikut është pasqyra asaj që ne prodhojmë. Ndaj mos ta kthejmë gishtin te konsumatori, por nga prodhuesi, që në këtë rast fatkeqësisht jemi ne muzikantët. Pashko Vasa na kishte thënë: kultura shqiptare kaloi 3000 vjet e megjithatë e ruajti identitetin e saj. Mendoni pak, 3000 vjet në thundrën e romakëve, osmanëve, më vonë edhe slavëve, dhe muzika jonë nuk u dorëzua. Ajo u dha shpirt, u dha shpresë të parëve tanë, atëherë kur gjithçka duke e humbur, muzika ishte aty. Po sot jemi të lirë në trojet tona, atëherë pse po e mbysim veten me këtë Tallava? Pse po zëvendësojmë trashëgimin ton mijëvjeçare me një rrymë që vjen nga muzika rome? Kemi respekt për to, po pse duhet të jetë pjesë e përditshmërisë tonë? Pati një kohë jo shumë të largët kur të jesh artist ishte rrezik. Regjo Mulliqi, Nexhmie Pagarusha, Hanife Sejfullah Reçani, Ili Shaqiri krijonin art në rrezikun e jetës. Ata kënduan shqip edhe pse besonjën sepse shpresa dhe kënga dhe tradita duhet të jetojnë. Sot që frymojmë kaq lirë, pse rendin të vjedhin traditat të huaja? Pse të mos marrin përgjegjësinë për të lënë fëmijëve tanë të njëjtën dritë që lanë prindërit tanë te ne? A vërtet dëshironin të mbajeni mend në histori si brezi që kputi zinxhirin mijëvjeçar të traditës vetëm për pak para më shumë? A doni që nipërit tonë, nipërit tuaj, të na mbajnë mend si tregtar të shpirtit dhe jo si roje të kulturës kombëtare? Mbase nuk mund të bëjmë të gjithë yje botërore si Dua, si Bebe Regja apo si Rita Ora jonë. Por kemi diçka po aq të shenjtë, janë rrënjët tona. Ky është patriotizmi i vërtet muzikor. Si ky ne na duhet, si këtu, ashtu edhe në diasporë që fatkeqësisht kemi mjaft Tallava. Ju lutem, mos na thoni se Tallavaja është modë, se nuk ka asgjë moderne. Nuk ka asgjë më moderne dhe më fisnike dhe më të bukur se sa ti jesh 100% shqiptar me traditë dhe taban. Ju lutem, qëndroni brenda oborit ton kulturor, aty do gjeni qetësinë e shpirtit dhe minjohën e përjetshme
të brezave që do vinë. Hashtag Antitallava. Prej nga ky shqetësimi jeti, prej sa kohësh e ke këtë brenda vetës, këtë qefe? Me që kam bërë këngë të quajtur Antitallava dhe kam bërë videoklip, edhe financiarisht jam dedikuar, është një shqetësim i vjetër, sepse më duket se jemi brezi i cili nuk po transmetojmë atë që duhet e brezi i radhës. Unë mund të flasë për këtë pak komplekse, sepse nuk jam këngëtar i muzikës popullore dhe nuk më ndikon në përditshmërinë tonë. Ndoshta këngëtarët e tjerë që i godit tregu, që këndojnë në përdasma, kjo Tallavaja u sjell disa të ardhur, por edhe i godit realisht traditën e kështu me radhë. Por shqetësimi është pak a shumë i një intelektuali, s'po them i madh, i vogël, i rëndësishëm, i parëndësishëm, por një njeriu i cili dëshiron të jetoj ashtu siç ne u rritëm me këtë traditë nga prindërit tanë, edhe ne t'i arrijmë të ushqejmë fëmijët tanë me këtë pastërti muzikore. Shqetësimin e kishe tek aspekti estetik, ndër tjera, do më thonë. Po dhe deformimi i traditës muzikore. Edhe tradita. Po se vendsojnë këngë të mira me këngë të... Ku është dëmi më i madh i Tallavas? Sepse është e shpërndar. Super shpërndar. Është e përhapur. Të gjithë jemi pjesë e kësaj shoqërie që po e shohim se çfarë po ndodh. Po ku është problemi më i madh? Tek aspekti estetik, tek tematikat, tek varfëria e notave që thatë? Këto janë, mendoj, dytësore. Dëmi më i madh është që ka një brez i ri, një pjesë, unë me disa kolegë të mi kemi një lloj rrjeti të muzikës live në Kosovë dhe Maqedoni. Po organizojmë si organizator. Edhe është shkënjyse kur shef njerëz brez i ri që vinë dhe e kuptueshme kur ka muzikë live do kërkon një këngë të një dëshirë muzikore një. Dhe kur shef shihet e tyre muzikore, e shef që ka një shkëputje drejt asaj të pastrës shqiptare dhe shef brez i ri modern, i rritur me ritaore, me kështu edhe vinë dhe kërkojnë gjëra të kësaj natyre, domethënë Tallavaja kështu. Kjo është për mua një lloj treguesi që nuk jemi mirë në transmetimin të vlerat e tjera. Unë as nuk jam as etnomuzikolog, as nuk kam një profesion të tillë që po e them thjesht si njeri që dua të lëm një botë më të mirë se sa ajo që po ndodh tani. Flas për botën muzikore, se pjesa tjetër ndoshta ka ekspert tjerë që do kishin marrë me. Tjetër kishe kritika, lutje, disa pyetje për kolegët tu. Tani ti kam marrë disa pyetje për të bëj ty, sepse veç pyetje ishin, vetëm pyetje retorike. Sot që frymarrjen e kemi të lirë, pse rendim të vjedhim traditat huaja? Pse? E çuditshme. Shumë e çuditshme. Tani është koha kur ne do të jemi në kulmin e krijimtarisë tonë. S'po them muzikore popullore, mund të jetë edhe muzikë huaj, muzikë moderne, jazz, blues e kështu me radhë. Se çfarë indi brenda nesh është ngjallur ose rri si një qelize e errët që kërkon afeksion nga muzika orientale, nga muzika turke, nga muzika rome, kështu me radhë, sinqerisht nuk mund ta kuptoj. Nuk po them që Qa ka të keqe? O nuk ka të keqe, po... Në qofë se ne ndjejmë ashtu, në qofë se ne jemi oriental, nëse... Po, pretendimet tone janë perëndimore, tash nëse jemi oriental, atër do t'i lëmë gjitha këto pretendime që jemi popull europian, civilizimi i lirë që ka shtruar, ka ndikuar në zhvillimin e përgjithshëm në rajon e kështu me radhë, atër më themi që jemi oriental. Nuk dua të besoj që jemi oriental, nuk duhet mendoj unë që ta shohim si një lloj alternative. Nëse kemi për motive komerciale, ja ku kemi Dua Lipën, kemi këto që janë vërtet botra të cilët ja vlen të synosh. Në një shtrat kulturor këtë tjetër duke u ndërtuar, se janë ndërtuar dhe po zhvillojnë. Po të ne kemi dy ekstreme. Ata që janë Tallavaja që e thu ti, që është prezente, kemi edhe ekstremin tjetër, jo për keq, po them, po si skaje kështu, muzikën hip-hop që është super perëndimore. Fiks. Tash, cilët jemi ne? Në botën e zhvilluar, për shembull kur dëgjon Eurovisionin, ti e ke shumë të qartë nga cili vinë. Nëse vinë Greqia, ti e ke të qartë se është muzikë. Tingull grek. Ne akoma fatkeqësisht nuk kemi arritur në botë të identifikohemi si tingulli jon. E cili është tingulli jon?
Tingulli jonë janë instrumentet tona, është harmonia që njihet. Okej. Edhe ka shumë variacion që nga iso polifonia në jug e deri në folklorin, rapsodin e veriut dhe kështu me radhë. Domethënë të gjitha këto, duke thënë veriut në kuptoj dhe Kosovën, domethënë ka goxha variacion brenda kësaj, domethënë vetëm 2 këngë popullore shqiptare ti krahasosh duke që ka shumë pasuri dhe shumë kundërshtime me njëra me tjetrën. Dhe në gjithë këtë pasuri ti të shkosh dhe ta kesh syrin te një gjë krejtësisht jashtë traditës tonë, nuk shkon. E kuptoj edhe këtë qetësimin e hip-hopit, por nuk është allavaj përgjigje ndaj mbi ngarkesës të hip-hopit. Sidomos në Kosovë, hip-hopi dukshëm është një frym që ka kapluar dhe ka ndikuar edhe në pjesë të tjera. Por më të rrezikshme unë e shikoj tallavan se sa një lloj hip-hopi që paktën ka pretendime perëndimore. Tani në çdo aspekt ka një ndeshje, kur është fjala tek tregu, ka ndeshje ndërmjet krijimit dhe shijes. Po. Cila dominon dhe cila fiton gjithmonë sipas teje? Në rastin e muzikës, cila ka fituar këtu tek ne? Pa diskutim shija ka fituar. Shija. Nuk kemi shumë... Atë pse ta fajsojmë? Po, prandaj letra është drejtuar muzikantëve ose atyre që pretendojnë që janë artistë ose që janë krijues, sepse kjo është sigur një shitësi i një prodhuesi të makaronave ti thuash ai të thotë që unë s'kam çfarë të bëj, unë do prodhoj makarona helmuse sepse këtë e duan njerëzit. Jo, ti mund të prodhosh akoma produkte më të mira dhe besoj që publiku do t'i konsumojë dhe do jetë shumë më i kënaqur. Domethënë, mos fajsojmë shijen, sepse ne, artisti ka për detyr një hap përpara tregut, një hap përpara shijeve, që ta rafinojë atë dhe ta çojë në publik. Dhe jo e kundërta, në bazë të preferencave të ishte ashtu siç ishte, nuk do kishim progres, do kishim një lloj regresi. Na përgjigje se mban krijuesin. Krijues për mua. Faleminderit shumë. Grazie për këtë hyrje në bisedë. E kemi një led. Çfarë është kjo? Kjo është një nga ceremonitë e përvishme që kemi në Universitetin e Evropës Juglindore. Aty jam, në këtë vit duke kam qenë edhe prezantues, po edhe kemi një hymn të universitetit që unë e këndoj dhe për mua është një moment i bukur sepse është një lloj përmbledhje e 4 viteve të çdo studenti që ka qenë në auditoret tona që të këndojmë bashkë dhe ta mbyllim një kapitull. Aty jam gati 26 vite, kështu që është një pjesë, 25 vite, më falë, dhe është një pjesë e rëndësishme jetës time që shumë pak njerëz e din, prandaj edhe mendoj që është interesante si moment për ta ndarë. Pra, kjo është çfarë ti je për te muzikës dhe këtu je prej shumë vitesh. Po për të qenë aty të është dashur edhe shkollimi, qoftë në Tiranë, pastaj edhe në Angli, në Amerikë. Agim Poshka në raport me mësimdhënien, si është? Sa arrin ato që i ka marrë dhe i ka mbledhur gjatë studimeve ti transmetoj tek brezat? Po, shpresoj që kam arritur, besoj që duhet feedbackun ta marrim nga studentët. Universiteti ka në fund të çdo semestri një lloj raporti, evaluimi që marrin dhe kryesisht ka dalë pozitiv gjithë këto vite. Në bazë të këtij evaluimi na ripërthrihet kontrata, kështu që me që jam aty 26 vite, mendoj që nuk kam dalë keq, por që si edhe në muzikë nuk ka një lloj tavani që arritet, gjithmonë ka sfida të reja, sidomos me këtë brezën e ri që duhet pranojmë pak më apatik se sa brezat e kaluara. Jo 2 vitet e fundit, por në 5-6 vitet e fundit për shkak të teknologjisë kemi një kategori studentët të cilët nuk janë se mërzitën në klasë. Sa është një kategori që edhe zgjidhet, ku ke studentë që janë të mërzitur në klasë, do gjesh diçka interesante dhe mund të jenë të interesuar, po kemi një lloj apatie për shkak të gjithë tyre stimulimeve teknologjike që merr turri tyre për një kohë të gjatë, saqë kur vin në klasë dhe kur ndigjon tabelën e bardhë dhe një profesor me një marker dhe një PowerPoint, nuk krijon një lloj apatie. Dhe kjo është sfida e re që besoj të duhet të adresohet në këto 5 vitet e radhës. Është diskutim i vazhdueshëm, po unë dua të di ndërmjet studimeve për gjuhën, për muzikën, pastaj aktiviteteve që i ke nisur në muzikë si fëmijë 5 vjeçar, etjera, dhe mësimdhënësit, si i ke balancuar, si i ke kryqëzuar këto? Në media duket se këto ecin paralel.
por në jetën e përditshme nuk janë aq paralele. Ka qenë një periudhë, sidomos kur u shkëputa për të bërë masterin në Amerikë, që në një farë mënyre jeta kulturore, artistike imja u zbek shumë. Me vetdije dhe me vendimin tim, sepse duket që të dyja nuk i bëj dot. Mirë po duke patur media që kam pasur nevojë që të kenë materiale dhe transmetojnë këngë, duke sigur vazhdimisht unë jam duke kryur, por në realitet në 20 vitet e fundit pjesën ndërmuese të përditshmërisë time e konsumon universiteti. Nuk duhet të them që jam një supermen që i bëjnë të dyja, sepse edhe s'mund t'i bësh, sidomos në universitet që kanë pritje nga stafi të botojnë, të shkruajnë. Ata bën një lloj mbyllje, të them kështu, një lloj burgosje artistike, jeta akademike. Të kufizon pak. Kufizon. Sepse gjë në më të bukur që ka artisti është përpiqet të krijojë një profil të veçantë. Ndërsa profili i pedagogu është i kufizuar që në fillim, që nga veshja, që nga si sillesh me studentë kështu me radhë. Dhe studentët që e shohin profesorin këtu kur e shohin në atë video thënë profesor. Që ndodhi, po, si ka mundësi. Po mirë, po duket diferenca, duket që është para 10 vite, 15 vite. Kështu që ka një lloj arsyetimi. E përmenda edhe sportin. Po. Ku është tek ti sporti i notit sot? Shiko, nga gjitha sportet që unë kam pas dëshirë si fëmijë, sporti i notit ka qenë një fundit. Unë me notë jam marrë për detyrime shëndetësore. Kam pas një lloj deformimi të lindur shëndetësor në gjoks, shumë herët në familje, edhe e majme si 4 vjeç me mami tim kemi qenë në spital, mjeku tha, ka 2 zgjidhje. Do operohet, që ishte fantazie madhe për një 4 vjeçar të zhvillohet kjo pjesë e gjoksit duke bërë operacion, ose ta do merret me notë. Unë kur dëgjova mjekun, aq u tremba, se thash notë dhe kaq. Edhe prej atëherë do isha më i motivuar se gjithë shokët e mi që ishin fëmijë 5 vjeçar. Po se duhet me shku në operacion. Alternativa tjetër ishte e tmerrshme. E rrezikshme. Edhe nganjëherë ti e kërkon motivacion, nganjëherë motivacioni të gjen ty. Kështu që në këtë rast noti ishte si një lloj më shumë nevojë se sa një lloj rekreacioni, se sportet motivin kryesor të parë kanë motiv. Okej, tash duke njohur profilin tonë gjitha këto, kam disa pyetje që duhet të përgjigjesh më shpejt kështu. A të ka formuar më shumë noti apo muzika në disiplinë? Cila ka ndikuar më shumë? Muzika mendoj. Noti sepse është një periudhë e shkurtër. Jo vetëm disa vjeçare, po dhe stërvitit e 1 orë, 2 orë. Ndërsa muzika është një obsesion që muzikantët kanë dhe mendojnë 24 orë për të. Sa herë që dëgjojnë një këngë e mendojnë sikur, po sikur, dëgjojnë një varg të bukur, po sikur e kështu me radhë. Domethënë edhe kërkon gjithkohon të jesh i përqendruar, nuk është e thënë që do të jesh krijues gjithkohës, por kërkon më shumë disiplinë, mendoj unë. Prandaj dhe marr pjesë më shumë në festivale, sepse edhe festivali ka strukturë, ka data, ka konkurse. Muzika ka ndikuar më shumë disiplinën tonë. Pse mandolina ishte zgjedhja jote kështu ndër të parat muzikore? Nuk ishte një zgjedhje orkestra e shkollës, kishte vetëm mandolina. S'kishte zgjedhje. S'kishte zgjedhje, ishte zgjedhje mandolina. Veç mandolina. Mandolina edhe një harmonik, unë isha i dova si trup kështu, se mbaja dot harmonikën. Edhe për një dhe thënë, mirë është mandolina, okej. Pasaj mora kitarën e kam instrumentin e dytë, pasaj po instrumenti kryesor, po mandolina kjo është arsye. Ama mandolina e ka një tingull shumë të ëmbël. Vazhdon të luash me to, e ke për qef? Po, e kam në shtëpi, kam marrë edhe disa versionet të saj, jo elektrike e kështu me radhë, kur si isha student në Amerikë, kështu që po, pa diskutim. Nuk është shumë im, nuk përdore shumë në për studio, por për kënaqësi po. Në videoklipet që i pam edhe në paraqitje skenike, në festivale e pam që kishte edhe koreografi, vallëzim. Tani, ke kalu nga kërcimtar një instruktor të vallëzimit edhe? Po, si adoleshent e fusja unë në gjitha lloj këto kuriozitete më shumë se sa kam bërë shkollë kërcimi dhe ato që kalonin një lloj eksperience pas 3-4 vjetëve, instruktorin na merrte ne që ti ushtrojmë brezin e radhës. Nuk ishim kështu të licencuar e kështu me radhë, por që ishim instruktor, sepse edhe mund. Si që për 18 për më të rritë. Po, si që po një asistent për një profesor që pas një kohë e merë përsipër të vazhdojnë leksionet. Okej. A ka një këngë që mendon se nuk u vlerësua sa duhet nga këngët tua, që ke prit ma shumë për nuk u vlerësua sa duhet?
Ka disa, është një ose dy që janë, në festival, sidomos kur ka jurije, kështu do një shumë absurde, shumë situatat të papritura. Ishte një këngë që u dha tani, kujt i them të dua, ka qenë një balad për mua ndër më të mira që e kam kënduar dhe e kam krijuar kështu shkurt, për 6-7 minuta u formsua, pastaj u punua me tekste kështu me radhë. Nuk kaloj. Ishte një tjetër që në festival nuk mori në një vlerësim, por që u bo hit. I kam të gjitha, s'kam asgjë. Se kam këtë, e kam atë, i kam të gjitha, s'kam asgjë. U bo një hit në për radio, transmetoheshte, ndërsa në festival kaloj kështu sikur. Si mos t'ishte? Por pastaj, si mos t'ishte. Pastaj mori jetë pas disa muajve dhe u bo një ndër këngë që më identifikojnë njerëzit. Okej. A ka një moment kur ke menduar të heqësh dorë krejt nga skena? A i ke mendu ndonjëherë këta? Jo, sepse nuk jetoj drejt për drejt nga skena dhe të merë malli. Supozoj që të jetoja dhe financerisht të varesha nga muzika është një lloj dileme që besoj do paraqiteshte, sepse nuk është shumë e lehtë në trojet tona të jesh performos, nuk po them artist është fjalë e madhe, por që nuk ka treg të organizuar, ka performohet në vende pa vend, sot je në një diskotek fantastike me 2000 njerëz, nesër je në një lokal krejtësisht dytësor e kështu me radhë, nuk është çështje vetëm pagesa, është trajtimi që marrë një pjesë të artistëve, domethënë nuk ka menaxhim dinjitos. Niveli i skenës nuk është gjithmonë i njëjtë. Nuk është showbiz, nuk është industri akoma. Kupton? I kujtuam këto këngëtarët tona që kanë nesër në botë, ato edhe në botën e showbizit. Kjo jona nuk është showbiz, është një tentativë për të bërë diçka të bukur, por që mbetet në tentativë fatkeqësisht. Faleminderit shumë, Agim, për këto përgjigje. Kemi një surprizë për ty. Surprizë. Kemi marrë... Mirë, ta ndjekim videon, nuk po flasë më shumë. Përshëndetje shoku. Agim, të flasish për ty në 1 minutë është pak e padrejtë. Sepse disa histori nuk maten me kohë, por me peshë. E jo na fillon vitet e 90-ta në një kurs kompjuteri, kur ne nuk dinim shumë për teknologjinë, po mbas se pas kemi ditë shumë të zgjedhim miqësinë e duhur. Kemi kaluar shumë bashkë, nga koha kur mendonim se bregu i liçenit dhe drinë të zi na përkiste vetëm neve. Mbrëmjet që i organizonin të tjerët dhe ne i kthenim në fest me muzikë vetëm shqip. Deri te rrugët për ndibër për të shijuar netet e rinisë, që i kishim më shumë karakter se sa komoditet. E pastaj festat e nëndorit, ku ne këndonim me gjithë shpirt. Kur të tjerët zgjidhin të ishin më të qetë, ndoshta ne nuk ishim më të mençur, por ishim më të zëshmit, më të vërtetë dhe më krenarë. Ai mëngjezi i vitit të ri në Shkup, ku fenin e kthyem në zgjidhje emergjente për ngrohje. Teknologjia jonë më e avancuar në atë kohë. Inovacion para kohë. Jeta zakonisht i ndryshon njerëzit kur rriten, ti je nga ata të rrallët që e rritur, por pa humbur thelbin. Nga skena si artist, deri te arritjet si doktor profesor, ke ndërtuar suksese me përkushtim dhe pa zhurmë të tepërt. Edhe pse zëri yt gjithmonë ka bërë diferencën. Jam krenar për ty, por dhe për faktin që në historinë time ekziston një kapitull që quhet Agim. Vazhdo kështu, miku im, sepse tek ti më e mira nuk është të thjesht ajo që ke arritur, por ajo që ende pretendon të bëhesh. Shumë të falem. Partimi nga e gjithë. Argëtim Hani, faleminderit shumë, shoku juaj i fëmiris. Tani e kuptoj pse ka 2 javë s'kemi folur në telefon dhe si duket... Seriozisht? Ja, s'ka 2 javë. Ka 2 javë që unë s'kam folur me ata, domethënë është ruajtur, ka pasur kujdes, ai jeton jashtë, kështu që... Argëtimin e kam shok fëmirie, por edhe me shumë kujtime, edhe është nga ato njerëz të më drejt për drejt që kam njohur edhe që jetojmë larg shumë nga njëri tjetrit, por jemi vazhdimisht në një frekuencë. Edhe kur nuk shihemi disa muaj, vazhdon biseda nga ajo e fundit që ka qenë para 3 muajve, 5 muajve kështu me radhë. Tani kur ti kujtoj ato vitet e kaluara, çfarë shkojnë në mendje? Pas ka shku kaq shumë kohë? Shumë kohë edhe
Ne këtë bisede kishim pak për para, sa i kështë ditëlindjen e 50 për para disa më gati disa muesh. Ishte një kohë kur si gjithë të rinë mendojnë që kjo lumturi do vazhdoj përjetësisht. Drini i zi, tha do t'ishte i jonë, ja? Drini, zi, muzika, kishim të dy nga një maqinë të thyer të prindërve tanë, njëre merë të ju makinën e vetë, njërë unë, por që nuk e kuptojnim atë fasi si të përkoshme, ishte si përhershme. Tani e ka arritur gogja shumë në jetën, dhe më vjen mirë sinqerisht, por që e tha edhe vetë ajo, jam 100% dakord me të që minësia mbjetoj. Koha ndryshuat, po minësia mbjetoj. Faleminderit shumë. Me këtë fjali po e mbyllim të pjesë të emisionit. Do të vazhdojmë me marketing dhe kthehemi në pjesën e fundit. Po kërkoni një mundësi të shkëlqyer për investim apo për gjetur apartament luks? Jemi këtu në studio në pjesën e fundit. Falenderojmë Kolegjin AB, është institucioni më i madh jo publik në trojët shqiptare dhe lider i arsimit të lartë tash mbi 2 dekada. Kolegji AB ka hapur tashmë thirrjen për regjistrimet të hershme dhe ju fton të nisni pranverën e këtij viti në institucionin më prestigjioz për arsim. Për çdo informacion mund vizitoni webfaqen aab-viz.edu.net apo të kontaktoni në numrin 048 999 006. Faleminderit shumë Kolegji AB. Ndërtuar mbi standarde evropiane, The British School of Kosova është institucion edukativo arsimor që u ofron zonësve shkollim bashkohor në të gjitha nivelet e arsimit para universitar. The British School of Kosova tashmë do të mund të gjeni edhe drejtimin më të ri atë të programimit. Faleminderit shumë British School of Kosova. Një falenderim i veçantë shkon edhe për ujin rrugove që me freskin dhe cilësinë e tij na shoqëron në çdo moment. Uji është burimi i jetës dhe thelbësor për shëndetin ton të përditshëm. Prandaj kujdesi për cilësinë e tij është kujdes për vetjetën. E pifshi për shnet. Faleminderit shumë uji rrugove. Është momenti të falenderoj edhe pijet natyral 100% përgatitura nga frutat më të përzgjedhura dhe pa sheqer të shtuar, të cilat sjellin freski natyrale dhe energji të shëndetshme në çdo moment të ditës. Të pasura me vlera ushqyese, këto pije janë një zgjidhje e natyrshme që kontribuon në mirëqenien dhe balancën e trupit ton çdo ditë. Faleminderit Natyral 100%, faleminderit të gjithë sponsorëve. Ndërkohë jemi në studio me Agim Poshkën dhe do ta vazhdojmë bisedën
me një fotografi në të cilën Agimi ndodhet bashkë me babajnë e tij. Po, kjo është një foto që e kam marrë një inbox disa muaj pasi ndroi jetë babim. Këtu jemi të lokal jonë në Struk dhe isha ato, në base muajt e fundi që rrim, shijonjim ato pak rreze dielli në pranverën e fundi që ishte për timat. Kam pas, kishte një shprehje, jemi shok për kokë. Ka qenë për mua, si për çdo fëmijë prindi ideal dhe përveç saj ne ishim në biznes bashk. Një kohë në fillim unë isha në kompaninë e prindërve të mi, mami dhe babim, ishin një ndërmarrje me tregtim merreshin. Unë isha si një lloj i punësori atje, pastaj ato më ndihmuan të fillon biznesin tim dhe ishin krau imediat gjatë gjithë kësaj kohe. Për fat keq babin se kam më, por jeton gjithmonë në përditshmërinë time. The e morra në inbox pas sa kohësh, domethënë nuk e ke ditë se ekziston? Jo, kjo është diku nga ana tjetër e lumit e fotografisë, me ndonjë dukshëm me një aparat të mirë. Edhe ndjesia ishte kështu si surprizë. Jo e pakëndshme, po e emotive, sepse sikur më riktheu në një gjendje. Babin e kam më morë edhe shpejt, kjo ishte një gjë tjetër që nuk ishte... Sigurisht ke qenë i lidhur, si ka qenë raporti yt me të, si e kujton, si mësues jete, me qenë se keni bërë bashkë biznes? Po, mësues jete, njeri me durim të jashtëzakonshëm, shpesh e diskutojmë edhe me vllaun që sa herë që ne me fëmijët tonë na kap një lloj nervi, mendojmë vllavi më ka thënë, imagjino sa shumë na dronte babi ne në gjithë këto situata, sepse ishte njëri në plot kuptimin e fjalës së jurt, që përshkruan ka dhe reja jurt, domethënë trim i guximshëm, por pak fjalë jurt, domethënë pa shumë shumë pak zhurmë dhe i përqendruar. Do është dashur të paktën një pjesë të kësaj të këtyre virtyteve që kem unë para fëmijëve të mi. Kemi edhe një surprizë tjetër për ty. Pastaj do të bisedojmë. Kemi edhe një video që është shumë simpatike, nuk dija e prisni. Po ta ndjekim edhe video dhe kthehemi në studio. Babi, më tha mami se duhet të bëjmë një përshëndetje për ty. Për të thënë se le ta filloj mami. Okej, po e filloj unë. Atëherë përshëndetje, Agimi edhe pse është person publik, është në fakt një nga ato personazhet që nuk duan shumë fjalë, nuk do shumë zhurmë, nuk do që asë gjërat t'i bëjnë publike, por andaj jemi ne këtu. Në fakt jemi këtu vetëm për të thënë që jemi me të vërtet shumë mirënjohëse që je pjesë e familjes tonë. Jemi me fat që ti je mbështetja jonë më e madhe në jetë. Unë po ashtu personalisht dua të të falenderoj që je gjithë një aty për të më dëgjuar, je qetësia ime brenda një bote për plot zhurmë. Po ashtu dua të të falenderoj që je një bab i mrekullueshëm. Ti je babi më i mirë në botë. Faleminderit që je babi më i mirë në botë për Engjin dhe jemi me të vërtet shumë mirënjohëse për gjithçka që bën për ne çdo ditë. Dhe babi, faleminderit për muzikën, sepse unë e di që ti më ke dhënë një shoqe për jetë. Dhe thjesht faleminderit që je babim. Dhe babi, ajo teta gazetarja na tha që mund të bëjmë një pyetje interesante. Dhe mendohu mirë para se të përgjigjesh se i ke gjithë ato njerëz aty. Domethënë, kur dhe ku është udhëtimi ynë i radhës? Presim përgjigjen live. Të duam. Bashkëshortja dhe vajza e Agim Poshkës. Para disa orëve ishim bashkë, tash duke sigurisht si kam parë gjithë këtë kohë. Pa diskutim janë gjëra më e bukur që ka ndodhur në jetën time. Ne jemi familje e vogël, këtu në këtë kolazh do të jetë edhe mami im. Edhe jemi një familje që mendoj mbi të gjitha kalojmë shumë mirë njëri me tjetrin edhe japim gjithë atë energji që duhet Engjit si një fëmijë që vërtet na bën të ndihemi krenar edhe kur ka sukses në muzikë edhe në sport, po edhe në përditshmërinë e vet. Tani se prisja këtë, kështu që pyetja ishte e udhëtimit. Tani pyetja ishte kështu, tha mendohu mirë para se të përgjigjesh. Se i ke gjithë ata njerëz aty.
Kur dhe ku është udhëtimi ynë i radhës? Ajo e di që e adhuron Italinë dhe mbase s'po specifikoj vendin, po jo në fakt është që më kujtua. Deste shkoj edhe në Angli, para një javë folëm që deste shkoj në Angli. Okej, midis Italisë dhe Anglisë. Kjo është babi. Itali, Angli, vjen Franca. Po midis po kështu i vjen Franca. U thoni shpesh si janë udhëtimet për familjen tuaj? Këtë vitin e fundit po. 3 vitet e para kemi qenë në një lloj ofanzive, investimesh, sherresh me mjeshta e kështu me kemi punuar në një biznesi privat. Kemi bërë një hotel në Struk, por që na ka konsumuar tmerrsisht kohë, nerva, financa edhe emocione. Por vitin e fundit jemi pak më të relaksuar, kështu që kemi udhëtur. Këtë verë ishim pushime bashkë jashtë. Mos i numëroj qytete sepse nuk duket modeste, por mendoj që udhëtimet janë investimin dhe më i bukur që mund t'ja bësh një familjes tënde. Çfarë është diçka që familja t'ka mësuar për jetën, që nuk ka lidhje fare me muzikën, por që t'ka ndryshuar gjithçka? Ka një lloj, unë jam rritur në një lloj ambienti ku kishte tmerrsi shumë kohë të gjatë që njerëzit kalonin bashkë me njëri tjetrin. Kur thom tmerrsi shumë, flas për prindërit e mi që kishin biznes të përbashkët dhe ishin gjithë ditën bashkë në biznesin e tyre, me ishin me tekstil, me konfeksion. Edhe pse të dy ishin intelektual në fusha të ndryshme, po viteve 80 kanë qenë të përjashtuar nga puna si nacionalist, irredentist në kohën e komunizmit, dhe u detyrën të kthehen në tregti, që doli mirë fakt sepse ecën goxha mirë. Ajo që një periudhë më çuditste mua kur i shifnja ishte që prindërit e mi ishin 5-10 orë bashkë te biznesi, te një dyqan i parë, një butik me konfeksion. Dhe pas e masdite babi shkon te dyqani i dytë dhe masdita të flisin telefon gjithkohon për punën, për prapë bashkë, kupton? Edhe më duket e çuditshme, thonë, s'kan këto pak nevojë që të ashtu flisin edhe për punë, flisin për gjë atje, po dukshëm tani që unë jam në një lloj mënyre, shoh që është një lloj përparësie. Domethënë, nëse Zoti ka ndarë ditën në 8 orë gjumë, 8 orë punë dhe 8 orë familje, duke pasur biznes bashkë, ti je 15 orë bashkë me familjen, edhe bon biznes edhe e bashkë, edhe pjesën tjetër e ke prapë për pushime që e prapë bashkë e kështu me radhë. Kështu që jam rritur një ambient ku kalohet shumë bashkë me partnerin dhe mendoj që kjo ka reflektuar edhe në jetën tonë. Minutat veç që kemi kalu, po e kam një pyetje kështu, në raport me vajzën. Çfarë do doje që ajo të mos kishte si ti diçka, ndonjë tipar, që ta kishte më të updateuar, po them kështu, më të përmirësuar. Mos ishte shumë emotive. Mos ishte Unë jam emotiv. Emocioni është gjë e mirë sepse po ti je artist është lënda e parë. Është lënda e parë që ty të ndihmon të krijosh, kupton? Mirë, por për edhe në përditshme të qenërit emotiv s'është shumë e dobishme. Njerëz që janë më pak emotiv janë më të lumtur, janë më të nuk flasim për inteligjencën emocionale, por flasim për njerëz që i përjetojnë gjërat shumë më fuqishëm se sa një njeri i zakonshëm. Nëse vajza ime nuk e shoh që e ka në momente të caktuara, mbas është edhe mosha. Nëse nuk do të kishte këtë, ndoshta do ishte akoma më e lumtur. Okej. Dhe një fjali për këtë fotografi, që ta mbyllim këtë bisedë. Ky është pushimi jonë i fundit edhe fotografia në vetë flet se sa vlerë ka ajo për neve, sepse është vërtet dritë e syve tonë. Faleminderit shumë Agim që ishe sonte dhe kështu bëm një bisedë duke kaluar në për periudat ndryshme të jetës tënde. Faleminderit shumë që ishe sonte në Libero. Respekt. Shikues nderuar, ne